Tani do shpjegojmë Funding Pips Two-Step Pro, që është lloji i dytë i modelit me dy faza. Dhe është pak më i lehtë se sa modeli i parë me dy faza, që ishte normali. Atëherë, për sa i përket Funding Pips Pro, është një nga modelet që unë e dua më së shumti, sepse doja u shpjegoj komplet këtu, do e reklamoj këtë lloj modeli sepse këtë e përdori gjithmonë. Fillimisht, dhe ky lloj modeli Funding Pips Pro është me dy faza, po nuk duhen 8% e para dhe 5% e dyta që i bie 13%, po duhen 6% e para, 6% e dyta që i bie 12% në total. Çfarë ka tjetër të mirë Funding Pips Pro? Është që mund të kërkosh çdo javë. Pra, në krahasim këtu nuk kemi çdo javë, këtu e kemi çdo javë dhe marrim 80% të profiteve. Dhe po ashtu daily ose në bazë ditore që është 80% përsëri. Pra është ndryshe nga one stepi edhe two stepi normal. Shkojmë prapë tek $50,000 që ka çmim shumë herë më të ulët se sa one stepi dhe Funding Pips two step normali. Atëherë fillimisht ne duhet bëjmë $3,000 të e para, $3,000 të e dyta që të kalojmë në fundit. Humbja maksimale është 6% në këtë rast dhe tek faza e dytë 6% dhe tek funded stage 6%. Pra nuk e kemi 10% këtu, si tek e para. Maximum daily lose është i njëjti, pra 3%, 3%, 3%. Funding Pips normali e kishte 5, këtu e kemi 3. Dhe minimum trading days nuk është më 3, po është 1. Pra ne duhet të tregtojmë vetëm një ditë që të plotësojmë këtë kushtin këtu. Dhe për sa i përket çmimeve, çmimet janë shumë herë më të ulta. Nëse e shikoni, $5,000 account mund ta marrim për $29. $10,000 account mund ta marrim për $55. $25,000 account mund ta marrim për $100. $50,000 account mund ta marrim për $220 dhe 100,000 ose $100,000 account mund ta marrim për $400. Pra, ky është modeli im i preferuar, edhe pse humbja totale është 6% dhe jo 10%. Unë mendoj që nëse ti humb 6%, të shkon deri në 6% humbje të accountit, duhet me patjetër të ristartosh përsëri me diçka me një tjetër account. Kështu që si 6 si 10 për mua janë njësoj, kështu që nuk bën diçka ndryshim. Por e mira është që i ke, nëse ne mund të krahasojmë çdo të marr 300 me 60% për ne dhe 40% për ata, te ky model ti merr 80%, çdo javë 20% firma, kështu që ja vlen më shumë për mendimin tim. Dhe ky ishte modeli i parafundit i Funding Pips për accountet, dhe modelin e fundit do e shpjegoj në vazhdim në videon e ardhshme.